Prej javësh, emri i Grida Dymës ka filluar të qarkullojë gjerësisht në rrjetet sociale si një ndër personazhet që mund t'i bashkohet sezonit të ri të Big Brother VIP. Tashethemet nisën fillimisht nga disa analistë të showbizit, të cilët aluduan se produksioni ka interes të fortë për t'ia shtuar Gridën listës së VIP-ave fal personalitetit të saj dominues dhe aftësisë për të krijuar debat. Ish-deputetja dhe moderatorja e njohur është përfolur edhe më herët për formate televizive të mëdha, por këtë herë zërat janë bërë më të fortë se kurrë. Sipas burimeve të ndryshme, zyrtarët të produksionit thuhet se i kanë bërë një ftesë formale, duke vlerësuar se Grida do të ishte një magnet për audiencën. Ajo ngjihet për mënyrën e artikulimit, për energjinë në debat, për logjikën e fortë dhe për karizmën që ka krijuar ndër vite, elemente që e bëjnë një figurë shumë tërheqëse për televizionin. Për fansat e Big Brother VIP, futja e një profili të tillë në shtëpi do t'ishte një prej surprizave më të mëdha të sezonit. Megjithatë, pavarësisht zhurmës së madhe, asgjë nuk është konfirmuar. Arsyeja kryesore lidhet me agjendën e ngarkuar të Gridës. Ajo aktualisht është e angazhuar në projekte të shumta profesionale, përfshirë punën e saj në drejtimin e një programi televiziv, analizat javore, angazhime akademike dhe projekte të tjera personale. Hyrja në Big Brother VIP do të kërkonte një shkëputje totale për disa javë, ndonjëherë edhe për më shumë se një muaj, gjë që nuk është e lehtë për dikë me një ritëm pune kaq intensiv. Nga ana tjetër, njerëzit pranë saj thonë se Grida nuk e ka mbyllur asnjë derë. Ajo është një personazh që peshon çdo hap të karrierës me kujdes dhe di të vlerësoj momentin e duhur për të bërë lëvizje të mëdha. Për këtë arsye, asnjë përgjigje përfundimtare nuk është dhënë. Kjo hezitim ka rritur edhe më shumë kuriozitetin e publikut, i cili çdo ditë komenton e spekulon se ajo mund të shfaqet në natën e parë të spektaklit. Në rrjet po qarkullojnë dhjetëra teori. Disa thonë se ajo ka nënshkruar tashmë, të tjerë se thjesht po negocion kushtet, ndërsa një pjesë tjetër beson se është vetëm një lojë marketingu e produksionit për të rritur tensionin dhe interesin e publikut. Pavarësisht gjithçkaje, një gjë është e sigurt, emri i Grida Dymës ka bërë bujë të jashtëzakonshme dhe ka ndezur diskutime të pafundme. Deri në momentin që një njoftim zyrtar të bëhet publik, gjithçka mbetet në nivel zërash. Por nëse Grida vendos vërtet të hyjë në Big Brother VIP, padyshim sezoni do të marrë një tjetër drejtim, më të fortë, më të thellë dhe shumë më dinamik. Për momentin, publiku i mbetet thjesht të presë dhe të shohë nëse thashëthemet do të shndrohen në realitet.